Me dy mësaferët e mi, Tauland Vokshe Jores, gjithashtu dhe Arber Gashi, aktivist të cilit I kanë në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje të ndëruar. Përshëndetje për ju, për mësafirin dhe për shqyqusit të Radio Televizion Dugaqini. Përshëndetje gjithashtu. Unë ngatrova nisa me qeverin, pavarësisht se në këtë pjesë, në këtë diskutim, nuk do të flasim për qeverin, por në të përgjithshmen, zotri Gashi, si pasush, sa jemi ne shqiptarët të drejtë ndaj njëri tjetrit? Shqiptarët për t'i analizu, do t'mi analizu me rraj. Realisht, shqiptarët I kanë pritshmëritë e tyre shumë fisnike. Shqiptari pret që ti me pas edukat për jetën, sepse pa edukatën për jetën ti nuk mësh mi respektu njerëz bashkëqytetarët e tu. Shqiptari pret që ti me pas edukat për besimin, sepse pa edukat besimit, ti nuk mësh me qenë besimtari mirë, po është I rrezikshëm për të tjerë. Shqiptari pret që ti me pas edukat kombëtare, se nëse nuk ke edukat kombëtare, ti mësh me qenë luftëtar, por mësh me bëj rrezikshëm edhe për bashkëqytetarët e tu. Dhe më e rëndësishmja në këto tri shtylla që përbëj një shkon për ta marrë një fotele të mirë në të cilën qëndron I tërë ajo ngrehin kombëtare është edukata e shërbimit. Do të thotë edhe shqiptari pret që ti në edukatën e shërbimit me tregu që vërtet të gjitha këto I ke inkorporu brenda korpusit tonë edhe të paraqitesh shoqëni, sepse vetëm atëherë krijohet ajo ngrehin e cila vërtet I bën njerëz të qëndrueshëm në çdo sfida të jetës pavarësisht ndryshimeve dhe pavarësisht dinamikave në cilat ata jetojnë. Pra janë këto katër shtylla kryesore të filozofisë kombit shqiptar që po them edhe shtyllat kryesore të akademive më të njohura ndërkombëtare. Do të thotë njerëz maten me edukatën për jetën, me edukatën për besimin, me edukatën e tyre kombëtare dhe me edukatën që kanë ndaj shërbimit. Po, zotri Vokshe, sipas teje, në çfarë pika ne shqiptarët të regojmë drejtësi, ose në çfarë pika e kërkojmë atë, po nuk e japim? Realisht kushtrim drejtësia është pasur, se shtyllë kryesore qoftë e shoqërisë, e familjes edhe shtetit. Kur dështon drejtësia, atëherë kemi një farë rregullimi në shoqëri, për shkak se nuk mendojnë si popull muj me dalu prej regionit në këtë aspekt, sepse formësimi ynë dallon paka shumë ndoshta prej perëndimit, si edukim bazë që është familja ose shkollimi, por sa për kësaj teme syri, unë mendoj që deri në masë saktune, për shkak se ne kemi dëshirë që të jetë në raport me ne qenë drejtë e sinqertë, po nuk jemi ne edhe aq korrekt ose të drejtë me të tjerët. Në farë formë është si lloj standardi dyfish që potencova edhe në fillim. Për këtë arsye, mendoj që ka ndiku ndoshta edhe elementi kryesor që ka qenë dikur shkollimi, për shkak se njerëz me një kohë caktuar kanë qenë në situata të vështira, qoftë ekonomike, po qoftë edhe politike, edhe janë detyruar që me një rrugë tjera për të bajt familjen edhe për të arritur deri në pikë që jemi sot. Po besoj që kjo perceptimi për drejtësi nuk ndërtohet për një natë. Për shembull, njerëz gjykojnë edhe ndërtojnë një perceptim në bazë përvojave personale. Të përditshme ato që ballafaqohen secili, edhe vinë me një konkludim të tillë. Për këtë arsye unë mendoj që po absolut ndikon edhe një farë lloj privilegji ose shmangje përgjësive për njerëzve, qoftë me fuqi politike, ekonomike, apo me ndikime tjera, që të arrijnë deri në një pikë që të humbet edhe drejtësia në vend ose besimi ndaj këtyre shtyllave. Po, zotri Gashi, sipas jush, pse populli shqiptarët në raste funksionojnë me standardet të dyfishta? Po, shefe, nëse ndërlidhje me ato që ka e tha avokati pak më parë, ne do ta kujtojmë këtë. Në kohët e kalume, ne kemi pas një edukat juridike cila ka buru nga odat, nga kanunet, nga traditat, nga zakonit. Dhe ajo edukat juridike e cila ka qenë bazë e identitetit tonë,
ajo në ndërdijen tonë është ngulitur. Është edhe ngulitur edhe në ndërdijen e gjeneratave të reja, megjithatë dinamika pas çlirimit të këndej, dalja në skenë e pritshme, do të thotë në aspektin shkencor, por që sa analizojmë dalja në skenë e pritshme e gjithë këtyre problemeve, gjithë këtyre sfidave me cilat ballafaqohet një shoqëni, i ka cenu këto 4 shtylla që i cekan në fillim. E ka cenu dinjitetin e jetës, e ka cenu dinjitetin e besimit, e ka cenu dinjitetin kombëtar, edhe dinjitetin e shërbimit. Kur cenohen këto 4 shtylla ose vetëm njëra prej tyre, atë njeriu çalaj. Dhe është e padrejtë më duket me i bë individ përgjegjës, ne si shoqëni duhet të jemi përgjegjës. Për të bërë përgjegjës si shoqëni, na nevojitet me e kuptu që bashkëqytetari ynë është pasuni, njësoj si kurse ne, se jeta e tij është dhuratë e Zotit për ne. Ne jemi këtu për të bashkëpunuar me të. Jo për t'i treguar atij, për shembull, se çka bëj unë, por çka mund të bëjmë bashkë. Dhe çka është ajo që e bëjmë bashkë dhe bëhet e mirë. Ne kemi këtë sjellje, do të thotë këtë sjellje e cila shpeshherë na irriton. Jo vetëm ky bën mirë, jo vetëm për shembull, po e marr se nuk po dua të futem të çartë politikës, po Albini është i mirë, Ramushi është i mirë, jo vetëm ky është i mirë. Ne do ta kuptojmë. Si njerëz, ne pa njëri tjetrin nuk kemi s'ka arsye. Jeta pa juve çfarë arsye ka? Nëse ti del në qytet dhe nuk takon njerëz, çfarë arsye ka jeta? Do të thotë jeta jone ka një arsye pse jemi ne këtu. Ne jemi të thirrur që këtë jetë me ia dhënë këto 4 shtylla. Këto 4 shtylla që janë të nevojshme dhe këto lindin edhe në arsim, duhet të jenë edhe në arsim. Çfarë të jetë një intelektual në institucione që duhet të jetë intelektual në institucione janë domosdoshëm. Po nëse intelektual këtu e kanë edukatën intelektuale, çfarë bën ai në institucione? Do të thotë ta shkatërron shtetin. Por këto gjëra janë gjëra elementare me të cilat ne për shkak të sfidave të rënda, se kemi dalë për një periudhë që është tentuar me u zhbani një popullit ton, një kulturë me zhduk prej këtij kontinenti. Ky popull sado i vogël i ka mbietu, megjithatë gjykimi i tij për të drejtën sa vjen e kristalizohet. Dhe ai populli shqiptar në përgjithësi mendoj se është duke na marrë të gjithëve, edhe vetveten, me këto shtylla. Sa kemi respekt për jetën, sa kemi respekt edhe edukat besimit, sa kemi respekt edhe edukat kombëtare, sa kemi respekt edhe edukat shërbimit. Po që se i kemi këto 4 shtylla, atë çdo fund tjetër e kemi të punën dhe bashkëpunimin më të lehtë. Dhe pa këto 4 shtylla, çdo shoqëri, jo vetëm shoqënia shqiptare e cila dorën zemër, ka qenë një prej shoqënive më të sfiduar në fund të shekullit kaluam, po edhe në fillim të këtij shekulli, edhe këto 25 vite, pavarësisht shpalljes pavarësisht shtetit, prapë sfidat janë aty. Dhe me këto sfida, ne mund të ballafaqohemi vetëm atëherë kur e kemi zemrën e pastër dhe kur këto 4 shtylla vërtet i ruajmë jo vetëm të vetvetja, po mundohemi të ruajmë edhe të bashkëqytetarët tonë. Po, zoti Vokshi, sipas teje, a ka në shoqërinë tonë drejtësi themi selektive në bazë të pozitës në shoqëri në kuptimin social dhe ekonomik? Absolut që po. Jo vetëm brenda shoqënisë, po ka raste të caktuara edhe brenda familjes, e lere tutje. Kjo vjen për shkak të interesave të ngushta, interesave ndryshme, njerëz që kanë edhe kuptueshme, jo vetëm shoqërinë tonë, po ka raste të tashmë si marr me shembull, po edhe në shtetet më zhvilluara demokratike, njerëz që kanë ndikim, që kanë fuqi politike, kanë qenë më të privilegjuar ndoshta, edhe kanë qenë ata që kanë shpang disa përgjegjësive, gjë të cilat qytetari rëndomt ka hasë në procedura burokratike, procese ndryshme, për dallim për këtyre njerëzve me fuqi, me ndikim. Kjo nuk ndodh në aspektin kulturor shoqëror, po kjo më shumë në aspektin e individit, personit, cili i përfaqëson. Tash për shembull shqiptarët kanë qenë dikur është një karakterizuar si popull besnik. Kjo e përmendi Arbëri më herët çështjen e kanunit, po mendoj që disa aspekte kemi trashëguar edhe nga Afrika, se është njerëzore, njerëz të interesante, ekziston edhe një shprehje që thuhet njerëz respektojnë ose për shkak të frikës ose për shkak të interesit. Tash në këtë aspekt dhe disa elemente kanë qenë të cilat kanë ndikuar ndër vite edhe kultivuar dhe në barkë me tradita tek ne,
gjë që ka stagnu prej pas luftës së Tutje, për shkak që kemi kaluar në një periudhë tranzicionit edhe kemi pas një farë rregullimi ose dezorganizimi social, që kanë ndikuar në aspektin tonë të brendshëm edhe emocional, po edhe në aspekte tjera. E për këtë arsye, po, absolut ka drejtësi selektive dhe do të ketë. Po, sa a do të ketë në këtë masë që ka sot, ata nuk më i ditë, ne duhet me kontribu që mos tjetë drejtësia gjithmonë selektive, po drejtësia tjetë e barabartë për secilin, ligji tjetë e barabartë për secilin. Po, Taolant, faktikisht, a na pengon pa drejtësia vetëm kur na troket neve në derë? Ndoshta ka heshtje kur pa drejtësi bën ndaj tjetrit? Ne reagojmë ndaj padrejtësive ndaj vetvetes, por kur vje çështja mu mobilizu për një padrejtësi që ndodh dikujt, nuk mobilizohen masë të madhe. Pse ndodh një gjë e tillë? Sikur të për shkak se tash ne reagojmë vetëm kur na cënohet interesi jonë personal. Nëse kishim me qenë unik edhe solidar me njëri tjetrin, edhe me reagu për çdo padrejtësi, atëherë nuk mendoj që kishim pas kaq numër të madh padrejtësive, se njerëzit kishin me vepru ndryshe. Po, a i bie kjo që po del në pa hipokrizia në shoqëri? E kemi diskutu si temë hipokrizin me herët edhe, po, absolut, ndoshta jo në masë shumë madhe që është si porpolizohet e na, po një pjesë e caktuar e njerëzve, po, absolut. I shojmë veprime, thonë jemi pirur me gjyku bazë veprimeve dhe jo atyre që ka thuhet realisht. Zotri Gashi, si pasush, a është në shoqërinë tonë fjala e themi vetëm sa për të thënë, apo jemi shoqëri e tillë që përveç në të thënë kalojmë në të bërë sa i përket mbrojtjes të drejtës ndaj tjetrit? Po, unë mendoj që qytetarët me plotësisht, ose me plot drejt, nga njëherë refuzojnë me u kyç në rrjedhat e shoqërisë. Shkaqet janë sepse ballafaqohen me stigmatizim, ballafaqohen me ofendime, ballafaqohen me shavje, me shantazhe, me pasoja gjithfaqe. Kështu që është e kuptueshme që shpesh herë qytetarët refuzojnë me qenë të ekspozuar. Dhe kjo ka të bëjë me kulturën e ekspozimit dhe kur ekspozohen publik. Për çfarë arsye? Cilat janë ato arsye që na shtyjnë neve të angazhohemi dhe ta mbrojmë dikën ose mos ta mbrojmë dikën ose pozicionet diku. Dhe prapë po kthehemi te ato katër shtyllat, te jeta, do të thotë edukata për jetën, e cila të obligon me reagu. Sepse ti do me mbrojt jetën e dikujt, do me mbrojt jetën e gjeneratës të re, për shembull. Siç ka ndodhur para 2 viteve me grupin tonë atëherë kur dolim të çan. Ne kishim interes që rinia shqiptare e Kosovës tjetë për Kosovën, që ajo të bëj dritë në vendin e vet, që ajo të bëj dritë ku do që shkon, që mos bëhet dhe mos të instrumentalizohet për interesa, çfarë do të qofshin ato, kuj do të qofshin, cili do ideolog, për ta ketë kulturën e vet, do të që ajo vërtet të brumoset me ato vlera të cilat e bojnë të qëndrueshme në raport me sfidat që janë sot prezente, kanë me qenë edhe nesër prezente, dhe do jenë prezente kudo që ajo sillet, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në institucione, qoftë nëse del jashtë shtetit. Pra janë disa themele në të cilat edukata juridike që ka qenë themeli i kulturës tonë kombëtare, janë disa themele që duhet t'i mbajmë. Dhe nëse ne e kujdesemi që ato të jenë vërtet të shëndosha, atëherë dhe participimi i qytetarëve tjerë në mbrojtje të drejtave të tjerëve bëhet më i theksuar, sepse bëhet origjinal, ai nuk bëhet i shpifur dhe i stisur nga organizata ndërkombëtare të Sorosit të aty në tjerë, por bëhet tamam shqip. Del dikush dhe flet shqip, nuk të lëndon, pa i të flet. Dhe tani ajo fjala e pastër, fjala që është jeta, fjala që është drita në fillim, nuk e merra dy kuptimësim të cilën mund ta quajmë pastaj fjalë transformume, fjalë gënjeshtër, por bëhet tamam fjalë që shëron shpirtin. Dhe për të shëruar shpirtin shoqëni, do të shëruar shpirtin tënd. Aty fillon çdo gjë, fillon te vetvetja. A jam unë i shëndosh? Po, zotë... Po, vazhdo. Të gjata, po. Jo, pa merak. Nëse keni për të thënë diçka, përfundoni. Më do që po përfundoni. Po, desha vetëm të them, baza
E një fjalë të pastër të mirë është dashnia. Dhe populli shqiptar, kushdo që të thotë, le të thotë çka don, unë ja njoh shpirtin. Nuk ka popull që nuk e do më shumë jetën, edhe nuk e don jetën me këto vlera që i përmenda. Pra detyra jonia është, nëse vërtet e duam vendin tonë, me dëshmu me vepra, me shërbim. Dhe shërbimi fillon duke bërë shërbimin vetin, duke eduku vetin për jetën, për besimin, për kombin, edhe për shërbimin. Faleminderit, kaq kisha. Po, zotri Voshi, sipas jush, në çfarë situata ose në çfarë pika shoqëria jonë, shoqëria shqiptare tregohet më e padrejtë? Shoqëria nuk mojmë tash me përgjithësu, me potencu për raste individuale, po si shoqëri, nashta ka shi disa veprimeve qoftë politike më shumë, ose në raste caktune kur cenohet interesi personal, më dhej, se kështu në përgjithësi nuk kam në mendim. Në rregull, unë ju falenderoj të dëve që ishet sot pjesë e këtij diskutimit, pavarësisht se nga distanca, falenderit shumë. Ju falenderoj gjithashtu, falenderit.